Prezentim madhështor. Ftoj gjyqtarin Florin Berisha. Prezentohen boksierët dhe Florin Berisha, shohim gjyqtarin në ekran dhe në ring, i cili do të kujdeset që ky meç të rrjedh sipas rregullave. Shikim të këndshëm dhe suksese Yusuf Kelmendit. Nuk ka nevoj. Fillimi gjithmonë i rëndësishëm për të vendosur dinamikën. Boks të hapur të dytë, të dy boksierët. Rritje e mirë nga Duhan Topal. E mirë dhe kjo nga Yusuf Kelmendi drejt në kokë. Jab i cili përfundon mjaft fuqishëm. E djatha Yusuf Kelmendit gjen kokën e Duhan Topal. Parashtrohet pyetja, ka bërë dëm? Wow! Të dy boksierët edhe pranojnë, por dhe plasojnë goditje. Shumë tension ky meç. Crochet i sakt nga Duhan Topal. Dhe përgjigja është gungu i cili ndalë këtë meç jashtëzakonisht interesant në këtë round të parë. Ja ku i keni edhe highlightsat apo momentet më të mira. Kjo është goditja nga Yusuf Kelmendi. Shkojmë me raundin e dytë.
goditje e mirë. Si duket kanë gjetur njëri tjetrin. Boksi nivelit të lartë. Si nga Kelmendi ashtu dhe Topal. Sakt. Është Kelmendi. Masin. Teknikisht padyshim ky është meçi më i bukur dhe më interesant deri më tani. Na dhuroi një boks shumë interesant. Oh, Yusuf Kelmendi me një goditje jashtëzakonisht të fuqishme. Kroshe i cili ka dridhur Duhan Topal. Por nuk është era parë në këtë meç që turku mbetet në këmbë. Është me jab të djathtë. Vjen Kroshea. Kundër përgjigja, mbrojtja e mirë nga Yusuf Kelmendi. Fuqishëm. Ka lidhje direkte, kombinimi trup dhe kokë. Ka gjakderdhje në fytyrën e Duhan Topal. Gjyqtari Florin Berisha kërkon të ndahen boksierët. Shea nga Durham. Po vendon edhe ky round. Po fundon raundi i dytë. Raundi i tretë. Raundi i tretë. Fillon me jab të dy fisht. E një hook apo gjujtje anësore nga Kelmendi. Lëvizjet e këmbë i ka më të përpikta dhe më të sakta. Duket më i përgatitur fizikisht se sa Duhan Topal.
Mendjesh. Dëgjon dorza duke përplasur. Besoj që Kelmendi është në përsi të letë. Ka ende punë për të bërë. Këshilla nga këndi. Prite momentin. Yusuf Kelmendin. Tridhjetë sekonda të rundit të tretë. Tjetër kombinim I mirë nga Yusuf Kelmendi. Kërkon ndihmë aty me pajisje. Duhan Topal. Përfundon edhe ky round me një super goditje nga Yusuf Kelmendi. Jo, si duket këtu do të përfundoj ky meç, apo? Si duket po? Po, duhan Topal dorëzohet. Dhe kjo do t'jetë fitore e 19 e Yusuf Kelmendit. Është koha që na kërkojnë edhe rezultatin zyrtar të zyrtarëve. Fitoria me ndërprerje. Kjo ndeshje është ndërprerje nga kundërshtari. Mirat Ermish, është koha që ta shpallim edhe rezultatin zyrtar. Kishim një ndërprerje nga këndi I Kajtërt, pra këndi I boksierit turk. A dhe shumë njëri ndër meqet më të balansuar dhe të pasur teknikisht nga të dy boksierët si nga Yusuf Kelmendi është edhe Durham Topal, por ishte qartë që Kelmendi fizikisht ishte më superior I përgatitur në maksimum. Boksieri nga Turqia nuk arrin të përballoj të gjitha raundet. Dorëzohet. Fitoria shkon për Yusuf Kelmendin, që do t'jetë fitoria e tij e 19 në karrierën profesionale, pa asnjë humbje dhe vetëm një barazim.
Mirat e mesh është koha ta konfirmojmë edhe rezultatin zyrtar pas një ndërprerje nga këndi i kaltërt në raundin e 4. Këtë ndeshje fiton dhe e rendit fitoren e 11 në karierën e tij, këndi kuq Isuf Kelmendi me ndërprerje fiton këtë meç